Në studio e Lëthina Joni në të së bashku. Musafirina ka ardhë të nga. Jo që u gomë për ngut, po e ka habi. Mirë se ki ardhë në rilat. Falemderit për ftesën. Erzet, po e shoj që jemi Arsenalin, a je I lumtur për këto fitoret e fundit të ekipës tonde? Edhe më pyte bila jemi reali që në telefoni. Falemderit. Qësh është ajo konga na vjen dita edhe neve. A je fansi më që mi Arsenalit? Gjithë, po. Prej 2000-ës, dhe më thonë, kur kam qenë mas luftës, që kena fillu me po kështu më shumë. E kush u kon arsyeja që përkro Arsenalin? Garanton ai lojtar që... Po normal, lojtari po ka qenë tjerë janë ri, mirë po edhe kështu të kom po, dhe më thonë, si fëmijë logën që e kanë pasë e topin e kështu më ka pëlqy tani. Dhe më thonë se kam ndru kur. Erzan, ti futbolli po besoj që e ki ofër zemrës përveç që edhe ke qenë futbollist për vete. Po. Kështu që po besoj që nuk të ndohet as tash të njëjtën tone. Kemi një pyetje për Laurentit, po thotë pyetje Erzenin pse nuk e dalë me vrapu sot. Se din kështë në ashtat e ke kry vrapin para. Kërë më konë të flenë. Ja, e kom kryu në vrapin, ajo se di ka pas ka marrë informacioni që nuk kom kryu vrapin. Kurioziteti. E bashkë më interesën që to, e thash pak ma herët, kjo nashta me siguri u konë të fletë kër ti e konë të vrapu, po më interesën pak rutina jote, që është një ditë e jote, atë që është një gjithë shka. A e ki kështu na pak ma herët, në emision kem të diskutu, sa të mira e në bedet që pi postoj njerës të dalë, tu zgjuheret me nxes të dalë me vrapu dhe kanë qatë rutin të përditshme. Qysh është e jotja? Tash, ti përgjish në ne aksa, bënë që tweetin e parë që më bërë. Normal, unë e futbolin e kom pas pasion prej fëmjerisë edhe kam qenë futbolist edhe tash, edhe pse jam e vrap ma shumë këshyri futbol, kështë që e kom, dhe më thonë, edhe pse nuk luj mo futbol heq, dhe më thonë pasion e kom vetëm futbolin, të nkohen vesh futbol këshyri. Kështë që futboli ka qenë edhe mbetet ajo dashnija ma e madhe si sport për mu, edhe pse vrapin e kom fillu pak më vonë. E qka ndodhi që e ke ndërprej futbolin? Aso që e ke ndërprej? Nështë alo vazhdojnë me luj? Jo, nuk luj ma eq kështë as termin, as heqis, dhe më thonë prej 2020-ës nuk luj eq. Pse? Po është rezik, sepse tash me luft futbol dhe me vrapu është pak ma... Po, do është me zgjedh njonën, detyrimisht. Po, është rezik, se në futbol do hele mundes me pas në lëndime dhe pas taj në vrap mundes me mungu 2 javë, e me mungu 2 javë në vrap është shumë. Kështë që nuk është mirë, dhe më thonë shkaku I lëndime, kështu që e kom dërpej krejt prej pandemisë, kom fillu vesh me vrap më morë. E që shfilloj që kjo lidhja jote me vrapin? Po ka qenë interesant se masi filloj pandemija, dhe më thonë kër unë dërprej futbolit që ligat nuk lujshëm, nisha kom paton leje, mentori, cilin e falenderej të njëtën sa ma ka bokin ndryshimin e masë, se ja kom po hojrin në të vërtet. Le futbolin se jeme vrap I fort, je shpejt edhe mundesh me mrejt diçka, kështu që prej asaj dite dhe më thonë ja kom fillu vrapimit gjithë të nkohen, kështu që kam qenë I regullt edhe I disciplinun edhe në ushtrim edhe në vrapim, edhe sot jem qëtu për jam. Qa është sfida ma e madhe, se unë e di që ti bën maratona distancave të gjata, qa e ki sfidën ma të madhe, është fizike, është mentale, cëla sfida ma e madhe kur e merr një maraton që është të gjatë? Po adaptohesh me kalimin e ditëve dhe punës që e bën ti për çdo ditë, adaptohesh edhe trupit të mësohet. Pastaj është gjithçka është mentale, kështu që nuk ka të bëjë me fizikën sepse mas 50 km, 60 km trupi lodhet, mirë po është mendja ajo që ty e të mbanë që aty, kështu që dush me qenë I fort mentalisht shumë, dhe më thonë dush me bind veten mentalisht që mundesh me mbri që ati ku je njësë. Nëse si je I fort mentalisht, pa dyshim që ki mund ndalë se trupit të ndalë, se ki me pos dhimbjet më dhoja në trup, kështu që është krejt mentale. E që vret kohën në momentit që jetu e bo vrapin, qka bën? A me ndën diqka specifika, angor muzik? Po, nga njëherë edhe muzik në dëgjaj, po nga njëherë veç e shuimi trunin edhe veç vetë. Vazhdo tutje. Unë e di që ka shumë benefitet mdoja edhe mentale, psiqike, kjo puna e vrapit, puna e qarkullimit gjakut. A mund është me më tregu qysht ka animu ty, edhe aja shetash ato pasoja që për shambull tu nuk pëmuj me nejt, më do të me bu një maraton, më do të me vrapu dikon?
Po normal, i ka ato benefitet e veta nëse mirësh në ato sozat e normales që me boni vrap vetëm sa për shnet. Mirë, po nëse je tip garos edhe je nivel më të lartë, kështu që është pak e kushtueshme sepse trupi pak shkatërrohet dhe mëlohet sepse është punë shumë e rëndë, shumë e vështirë edhe trupit i lyp ku më shumë për rigjenerim të muskujve. Kështu që është pak më e vështirë për neve, mirë, po sa më shumë që punon atëherë edhe trupi adaptohet edhe me atë punën e madhe që e bën. Është diçka që nganjëherë nuk mundesh edhe vetë me spjegu pse ndodh kjo, sepse vetëm ata që vrapojnë kaq shumë gjatë, ata mundën me kuptu, se për dikon mundet me thonë, hajtë se veç po ngohen, apo den, s'është kur gjë, mirë po. A e kitë përditshme si rutinë? Po, normal, vrapimin tash e kam edhe si rutinë, mirë po edhe si punë, sepse unë jetoj, domethënë, edhe prej vrapimit, kështu që marr pjesë në përgara edhe kështu. A ki naj kohë të caktuar me ditës kur tu prej kësaj kohe deri në çet kohë jam të vrapu, a varësisht ndoshta edhe prej disponimit, prej ditës, prej motit? Jo, unë jam i disciplinuar, kam plan programin e orarin e vrapimit, çka me punu, kështu që ato ditë që zvrapoj bëj një sport tjetër, domethënë jo fitness, jo bicikëll, jo në ndryshe në ekran jemi të i pa edhe disa fotografi tua, po më intereson në maratona të gjata, të rëndësishme që ki. Po besoj një rol shumë të madhe luan edhe ushqimi, mënyra që shte ushqehesh, sa strek ndoshta duhet me kon në këtë farë forme. Padyshim që po, ushqimi është, më thonë, baza e trupit, sepse ti duhesh me ushqy në sozat normales edhe me pas ushqimin pak më edukat. Mirë po, unë nuk e kam atë mundësinë që me ushqy alen kështu tamam si sportist profesionist, sepse nuk i kam kushtet bashkë mirë po, në ato normalet po mundohu me qenë sa ma nivel, kështu që nëse vrapon ultramaratona edhe nuk e këshyrë fort ushqimin, sepse organizmi ti harxhon kalori shumë, edhe ti je si furra veç lyp me homë, kështu që. Uji gjumi sa ka rëndësi? Po, uji ka rëndësi, gjumi është më i rëndësishme, domethënë është procesi më i mirë i rigjenerimit trupit është gjumi. Nëse s'ki gjum adekwat 7 apo 8 orë, ti s'ki me qenë produktiv ditën tjetër të shtrimit, kështu që unë me gjum jam mirë. Edhe kjo ndoshta ma jep ma mundësan që me qenë nivel me dalë me vrapu ka të shumë. A të kapë nëj lloj stresi, a ndjenja përgjithësisë para një maratone, a ki domosdoshmërisht me fitu? Gjithësisht dhe unë e di që i ki pas disa fitore, disa maratonave. Realisht është emocione, mirë po unë me futboll i kom kryer ato emocionet në kaluanën, tash jam me një moshë pak më të madhe, kështu që i kam te kalu ato emocionet me futboll kur kena pas në garë, në lojë pak më derbi kështu. Po më njëjtë. Po i kom kalu, kështu që nuk kam fort emocione veç i besoj asaj punës, a kom punu në servite edhe menoj qysh me mbrinj atij këtë sa kon finish. Përndryshe, Lëzina pak më herët e lexoj një pyetje prej njërit prej shikuesve tonë që ka Laurenti, tash na ka dërguar edhe dikush tjetër një pyetje. E po më thotë me të pyet Erzenin çat gjarpin e djeshtë që e ka postuar, ai kinxon para 3 vjetë atje. Ai gjarpni jo para 3 vite, ai ka qenë vitin e kaluar ai gjarpri. Ka qenë duke shkuar në licenat. Në ngrit Tërgovës. Unë luj me ta, i kapi gjarpë në të kështë që... A së punera e po që ki po? Edhe si fmi, kur kam qenë i kam kapi, kështë që... S'ko ka kun dyshka e ri? Jo, mu ka do shumë interesant kur e kom lexu që vrapimi në Prishtinë Tiranë për 119 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë ke marrë pjesë, po du me di qatë eksperiencë pak prej teje. Ajo ka qenë diçka e madhe për mu, për faktin që ka qenë distanca ma e gjatë një jetën time që kam bërë për herë të parë. Pas gjithë atyre ultramaratonave që kam bërë 100-150 kilometra. Thjesht kam dashur me provu edhe me testu veten me një distancë pak më të gjatë. O i keni pas nisën sa orë i keni bo? Ka qenë nisja, ka qenë prej sheshit Skënderbejut këto në Prishtinë dhe sheshi aty në Skënderbejut në Tiranë, domethënë 260 kilometra. Sa gjatë keni bo? I kam bo 28 orë. 28 orë? Po. A i një ndalë me pushu, a ka në regull të sa herë ndalë, një sa herë ushqehen? Jo, realisht... Ndalë një dhe në pumpa. Realisht, ti nëse ndalësh e hup kohën, minutajën e hup kohën ati të caku që ki menu me mrinj. Unë kam qenë i përgaditër shumë edhe kam qenë shumë në kohë të mirë, po
ka fillu koha me u prish, dhe me thënë prej që e kom fillu kuksin atë në gjitjen atë me vo, atë kanë fillu kushtet e rona atmosferike dhe më kanë penalizu me mrinjat orarin që kom menuën e me mrinj. Kështë që ushqimin e kom hangur, do më thënë të vrapu, më nalë, nuk jem nalë, kështë me pushu veç shkaku që e dashmi në robat, se ka qenë shumë shi dhe ftëft, për mësë më ftofë, dashmi në ru shpesh. E do më thënë që ajo ka qenë dalesa dhe... Gjumë, a bëni gjumë që të maratonat e... Nëse bënë gjumë të humbë kohën, kështë që unë nuk kam flenë asë në moment. Atë rekord që ja kisinu vetit. Ti s'munesh me atë të A ka shansë maratonistat e tjerë me bo lëshime, me bo shkelje, me bo për shambull me hyp me një vetur edhe mi hongër pak disa kilometra? Po, realisht, kjo nuk ka qenë garë, kështu kjo ka qenë sfit për mu, edhe normal. Mirë po në garat zyrtare, në garat mdoja, kështu për shambull nuk ka vrapus. Jo më nimi lidzu edhe atë që i kanë bo, për shemë në kalonën mirë, po i kanë zonë për mes GPS-it, se të nëse hypë makinë, atë ko me dalë kilometre që i ke bo 70 kilometra në orë për 1 kilometrë. Po dhe po, a shumë e rëndësishme nështa për ta me ditë për sa shpejt më rinë, a për sa gjatë nështa vrapën? Cilin nështa për ty në e kanë si ma qëllim kryesor? Po ta shvarët... Sa i mërët me thonë për shkoj deri në Tiranë, për mu mjaftën qaqa, dhe po dikosh e ka që ato, mirë, por nëse është gartë, i dush me luftu ma shumë për rezultati, me mri kohën sa ma shumë. A bedene, a nëse shkon veç kështu për qef, i registru në gartë, veç do me kryi si finisher, atëre s'ka problem, ti bëni edhe 48 orë, nuk për qysh e shenë Kosovë kështu sa jenë të interesum nështë ta njerës në përgjithësi për medalje dhe me shpendu qatë kohë nështë ta pak që e kanë, medalje dhe me vrapun, nështë që vi që e kanë si habi. Unë e mojnë bend prej 2003-ës, kër jam Prishtinë, dhe më thonë se unë venga në fshati komunës Raveci Drenas, dhe më thonë, kër kam fillu shkollën e mesme këto në 2003 në Prishtinë, jam registru në klub të atletikës Prishtina, atëherë ka qenë trajner Indiri Kadrosh Kaçanolli. Unë e kom bom gjysë maratonën e Prishtinës, ata më kanë po që kam aftësia dhe edhe jam kështu i shpejt, më kanë ftu, më kanë registru në shkollë, më kanë kry krejta procedurat, kam ushtru 2 vite atletik për klubin Prishtina atëherë. Pastaj e kom lanë atletiken, kom fillu me futbol. Në Tokboshe, moj mend, kur delshëm, nuk ka pas shumë njerës, ki mujtë me njoft 2-3 njerës që janë dollë, do me thonë të në kohën që ato janë silë. Mirë, po tash është rrit numri, sidomos pas pandemis, ka interesemat madhë njerës, jenë vedisu që duhet me kushtu vetës aktivitetin fizik ma shumë, kështu që ka shumë që dalin ngërmi. A menen që kena zona vendet mjaftushme nështë ta për me shfridzu, për me dalë me bo atletik, me ecë, me vrapu? Me ushtru si një atlet profesionist në Kosovë nuk ka kushte. Dhe më thonë kushtet janë zero. Dhe më thonë s'kia stadium, nuk i kujgja heq, dhe më thonë nuk i blocen as një kriter heq. Për medal, në gjithë krejt vrapu si vrapujnë grëmi, falenderohen zotit që e kena qëtë grëmi, që për mujna medal që të se as ka makina është ojë pak me i pasë. Kështu që e vetë një mundësi në Prishtinë për me vrapu është grëminja. Kështu që na e kemë të vështirë për shembull si sportista me vrapu, se nuk ki ambient për shtatshëm për vrapim. Po besoj që qka të një moment të i për shumë e përmende pak ma herët faktin që gërmine shfrytëzojnë në shtatë për ajrin e pastër, lunë po besoj rralje dhe pastërtia. Sa janë të pastra që të zona që ti i frekuentën dhe shtatë për me pas aktivitet fizik? Në përgjithësi janë të pastra, mi po ka edhe njerës që ndotin e gërmin, ka venës, sepse jenë do vene, do provocka që njerës shkojnë hudhin bërlëg atë. Kështu që nuk është e hishme ato gjesti që i bojnë çdo institucionet e komunës me punu në drejtim, adhen që me shku me vendos shenja që ndalohen, mos me hi, edhe këta me motora për shembull në për gërmin, sepse parku i gërmis është parku i mbrojtër. Kështu që nuk lejohet me hi me motor aty, me i trenu edhe kafsh që jetojnë, që ato kafsh pak që janë me i shqetësu. Lemo njerës që edhe mundën edhe më të lëndu, se ti jenë shtek të varku a i të vjenë shpejt, për shemal me motorë, se me atë 4 roqin është rrezikshme. Edhe shumica me më të gjuse që përmeni edhe Letina gjatë kohës kër vrapojnë, e rrezikshme si pjesë. Erzen, na jemi krejt në fund, po du një pyetje të fundit me ta bo, a është ëndra krejt maratonistave mi mbush këto maratonat e botës? Po këta që vrapojnë, dhe më thonë 42 km maratonat normal që është ndjenje veçantë, është ndjenje mirë, me i pas të 7 tas e kanë shtu edhe një, dhe më thonë 7 maratonat ma të mëdhoja në botë, mirë po ajo
i ka do regla, do procedura dhe e ka një kosto ka gjatë lartë për me mujt me imbrinja ato, kështu që ata njerës që mundin me baj është diçka e madhe, është një emocion i veçantë, sepse janë garat maratonat më të mëdha në botë. Faleminderit shumë që e konë reload sot, edhe unë shpresoj që kanë më ushtu sa ma shumë atlet. Unë një ndër ta. Faleminderit profesor. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ke shumë knatësi. Trakja, ta kaloj vish ta përshëndetim shpejt mësafirin. Po, Kjo shkon shpejt, të ngo. Faleminderit Erzinit Erzen Zybera, shpresoj që të paktën jeni inspiruar dhe ju me qenë aktiv, sepse e mira e shëndetit që përcjellet edhe tek gjeneratat e reja, edhe tek fëmijët tuaj, është kur shohim prindërit që janë aktiv. Këtë rast me vrapin, me sportin, me ecjen, besa, se dikush ndoshta s'mundet me vrapu, të paktën një ecje e cila i ndihmon shumë.